është pyetja a do fitojmë. Pyetja është sa do fitojmë. Se a do fitojmë, kjo nuk është pyetje. Premtimet elektorale të Partisë Socialiste për mandatin e 4 paraqesin një barë të rënd financiare për buxhetin e shtetit, duke ngritur dyshime serioze mbi realizimin e tyre në praktik. Një analizë nga qendra Altax tregon se kostet totale angazhimeve për periudhën 2025-2029 varion nga 19.8 deri në 29.5 milion euro, një shumë që i tekalon disa herë mundësitë aktuale financiare të Shqipërisë. Vetëm për një vit, kjo do të kërkonte nga 7.6 deri në 12.9 miliard euro, ndërkohë që buxheti vjetor aktual është me rreth 8.2 miliard euro. Kjo do të nënkuptonte rritje të ndjeshme të buxhetit me të paktën 30 deri në 40% nëse do të synohej përmbushje të gjitha angazhimeve. Në fokus të investimeve janë sektor me kosto shumë të larta si energjia, infrastruktura rrugore dhe transporti, si dhe zhvillimi rajonar dhe zhvillimi ujrave. Shumë para parashikohen për sektor social si punësimi dhe pensionet, shëndetësia dhe mbrojtja sociale dhe arsimi. Në të kundërt, shpenzime për rendin, sigurinë publike, mjedisin dhe kulturën janë minimale në raport me sektor të tjerë. Sipas Altax, përmbushja e këtij programi kërkon masa të thella reformuese si rishikimi i prioriteteve buxhetore, zgjerimi të ardhurave përmes digitalizimit të ekonomisë, përdorimi i financave hibride dhe zgjatja e fateve për projektet madhore. Në të kundërt, këto premtime mund të mbeten në letër si pjesë e një fushate politike për më shumë vota se për zhvillim real. Mungesa e një analize të qartë mbi burimet financiare i bën këto angazhime jo vetëm të papërballueshme, por dhe të paqëndrueshme për ekonominë shqiptare.